që një sketch apo një video e krijuar në mënyrë artificiale, domethënë se sa një video reale. Janë gjëra që tërheqin vëmendje këto, domethënë është pjesë e strategjisë marketingut kjo, pjesa ai kuptohet, por që i bëjnë shumë. Tani ne mund të dallojmë një video shumë kollaj e krijuar nga inteligjencë artificiale nga e natyrale, sepse inteligjenca artificiale është një gjë programim, por nuk është ideale si ne. Sepse nëse ne do kishim binjakun ton digital identik, atëherë do shkaktoj kaos i mas. Kështu që ekzistojnë pak dallime, domethënë syri e ka diferencë midis një video që është e prodhuar nga inteligjenca artificiale që tërheq shumë vëmendje nga një video tjetër reale, domethënë. Po, dhe madje ka edhe do video që i kanë kriju me fruta, me gjëra ndryshme që po krijojnë, po pëlqejnë goxha shumë. Është goxha interesante si kanë kriju këto. Po. Ja, për shembull, me këto aplikacione për shembull, fjala avion mund të krijoj një intervistë me Elon Muskun duke e pyetur in English, kuptohet, duke e pyetur etj. Ajo është diçka që tërheq shumë vëmendje, nuk është reale, po tërheq shumë vëmendje, domethënë është vetë koncepti i teknologjisë që ne shikojmë që ke fëmijët e vegjël që 1 vjeç, 2 vjeç rrinë me telefonë për duar, scroll, shikojnë reelse të ndryshme, video. Pavarësisht se kanë efekte anësore në aspektin shëndetësor, domethënë që shkaktojnë probleme optike ose alamologji, shtohet numri i pacientëve ose i qytetarëve që vuajnë nga sëmundja e miopisë, pra mungesa të parit nga larg, probleme me shtyllën kurrizore, cervikalin, qafën, se gjithkohon do rinë në telefon në këtë formë, probleme me lumbarin etj, saqë mund t'i detyroj për një kohë gjatë që ndrojnë të shkojnë në një fizioterapist apo në një ortoped, probleme psikologjike. Sot jetojmë në një botë që nuk është më si ajo shoqëria e para 15 apo 20 vjet, është një shoqëri shumë sociale, shumë e pastër, kolaboronim apo bashkëpunonim për një problem bashkërisht.